Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Nga informacione që unë kam arritur të kuptoj, ju e dini shumë bukur që natën e mbrëmshme banorët kanë patur rrëfime të historive në jetën e tyre. Kanë qenë histori të ndryshme, kanë qenë rrëfime të ndryshme, por rrëfimi i cili mori më së shumti viralitet në rrjetet sociale ishte shpjegimi i detajuar që Rogerti bëri për marrëdhënien që ka me vllaun e tij. Si shumë familje shqiptare fatkeqësisht edhe familja e Rogertit kishte përjetuar atë më të keqen, do të thënë ndarjen e vëllezërve për shkakun e pasurisë, për shkakun e pronave. Rogerti dhe vllau i tij kishin patur hidhërim që në vitin 2021 për arsye të pronës, do me thënë as nuk kishin patur hyrje, as nuk kishin patur dalje, realisht kishin qenë aq keq sa që nuk dëshironin që ta shohin njëri tjetrin me sy. Në momentin që babai i Rogertit është sëmur, e ka lutur Rogertin që ta rikthen vllaun e tij në shtëpi, do me thënë ta ribashkon familjen, të jetë vllau i Rogertit në shtëpi. Është kjo historia që bashortja e Rogertit nuk preferoi që të flet, do me thënë, që tha më mirë kur të del Rogerti le ta shpjegon vetë arsyen pse nuk kanë folur të dy vëllezërit. Por Big Brother, siç duket Rogertit i ka dhënë një reflektim, pa marrë parasysh që Rogerti ka bërë shumë gabime në jetë, si çdo njeri, ashtu siç kemi bërë edhe ne, sepse unë mendoj që nuk ka njeri të pagabueshëm në këtë univers. Rogerti duke që ka reflektuar jashtëzakonisht shumë dhe vetmja gjë në fakt që kërkoi nga produksioni ishte që me zemër vllai i tij të shkon ta viziton brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe ta përqafon të ribashkohet, sepse vetëm duke qëndruar në atë shtëpi, vetëm duke qëndruar në ato ambiente e kishte kuptuar atë vlerën dhe rëndësinë e vllait në jetë që Rogerti e ka. Dhe me patjetër që produksioni i Big Brotherit është i fuqishëm dhe nga informacione që unë kam arritur të siguroj, do me thënë së shpejti do të kemi një takim pas shumë vitesh mes Rogertit edhe vllaut të tij. Do me thënë produksioni ka vendosur që t'ia realizoj këtë dëshirë Rogertit, edhe Rogerti ta takoj në Big Brother vllaun e vet. Jam i bindur që do t'jetë një ndër momentet më emocionale që ne do të shohim brenda kësaj shtëpie, një ndër momentet që ne do të përlotemi realisht dhe ky është mesazhi që do të marrin të gjithë vëllezërit që pa marrë parasysh se si na vjen jeta, pa marrë parasysh se çfarë ne marrim nga jeta dhe i japim jetës, e bukur është që dashuria me familjen, gjaku të mos të harohet kurrë, sepse në fund të ditës të gjithë gjërat zëvendësohen, por vllau, njeriu nuk zëvendësohet kurrë. Rogerti siç duket është, do me thënë, ka reflektuar në shpirtin e tij dhe së shpejti, ky është informacion i sigurt, në Big Brother do të mbëri vëllau i Rogertit.